Po sikur gjyshi juaj, para se të ndërronte jetë, t'ju linte një premtim që duhet ta mbanit për 50 vite, pa e ditur kur pse. Po sikur për dekada të tëra familja juaj të jetonte mbi një sekret, pa e kuptuar se çfarë fshihej poshtë këmbëve të tyre. Disa amanete duken të çuditshme, madje edhe të pakuptimta, por ndonjëherë, pas një kërkese të thjeshtë, mund të fshihet një plan që ka përcen brezat. Ajo që zbuloi Michael atë mbrëmje dimri, ndryshoi gjithçka që familja e tij mendonte se dinte për gjyshin e tyre. Fjalet e fundit të gjyshit të tij kumbonin pas 50 vitesh. Më premtoi që nuk të ta prekësh kur dyshemen e dhomës së ndenjes. Për dekada të tëra bujqësie, dërrasa që kërcisnin dhe spekulime të pafundme familjare, ata e respektuar kërkesën e tij enigmatike. Tani, ndërsa Michael hoqi dërrasën e parë të druria të mbrëmje dimri, me duar që i dridheshin, ai nuk mund ta besonte atë që ishte fshehur poshtë. Ajo që zbuloi atë natë do të ndryshonte gjithçka që ata dinin për gjyshin e tyre. John Miller ishte llomi i fermerit që rrallë gjendet më sot. Për më shumë se 40 vite, ai punoi tokën pjellore nga lindja deri në perëndimin e diellit. Duart e tij të ashpra e dinin saktësisht kur të mbilte dhe kur të korthe. Fermerët e zonës shpesh shkonin tek ai për këshilla, tërhequr nga njohuritë e tij të thella për tokën dhe modelet e motit që mund të vendosnin fatin e një sezoni të tërë. Arat e tij gjithmonë prodhonin rendimentet më të mira në qark, dëshmi e dekadave të kultivimit të kujdesshëm dhe punës së palodhur. Vera e vitit 1973 solli vap përvëluese në fermën e familjes Miller. Të korrat po lulzonin, pavarësisht motit të ashpër, por brenda shtëpisë së vjetër të fermës, një atmosferë e rëndë kishte pushtuar gjithçka. Johnny, fermeri në moshë që kishte punuar këtë tokë për aq gjatë, qëndronte i shtrirë në shtrati rrethuar nga familja. Të gjithë e dinin se këto do të ishin ditët e tij të fundit. Ndërsa forcat po i shteronin, Johnny thiri pranë vetes djalin e tij, Thomasin. Kërkesa që bëri atë ditë do të jehonte për 50 vitet e ardhshme. Dyshemeja prej druri në dhomën e ndenjës nuk duhej prekur. Ata mund të rinovonin çdo pjesë tjetër të shtëpisë, por ajo dysheme duhej të mbetej saktësisht ashtu siç ishte për 50 vite. Thomas mbeti i hutuar nga kjo periudhë kohore kaq e saktë. Pse 50 vite? Pse jo 10 apo 20? Por sytë e babait të tij kishin një intensitet të tillë sa Thomas nuk mundi ta vinte në dyshim. Ai vetëm pohoi me kokë dhe i dha fjalën. Pas vdekjes së Johnit, jeta vazhdoi në fermën Miller. Thomas mori drejtimin e fermës, i vendosur të ruante trashëgiminë e babait të tij. Stinët ndryshuan, të korrat mbilshin dhe korreshin, dhe shtëpia e vjetër e fermës ishte dëshmitare e gjithçkaje. Dyshemeja e dhomës së ndenjes kërciste nën këmbët e tyre, duke shënuar kalimin e kohës me zëshërma gjithnjë e më të forta. Me kalimin e viteve, dyshemeja tregonte shenja të dukshme konsumi. Thomas riparonte me kujdes dërrasat e luara dhe e mbushte boshllëqet, por besnik ndaj premtimit të tij, ai kurrë nuk e zëvendësoi të gjithë dyshemen. Gruaja e tij shpesh sugjeronte rinovim, duke theksuar se fermerët e tjerë po modernizonin shtëpitë e tyre. Thomas vetëm tunte kokën dhe i kujtonte premtimin që kishte dhënë. Misteri i dyshemes u bë një legjend familje. Djali i Thomasit, Michael, u rit duke dëgjuar teori të ndryshme për kërkesën e gjyshit. Disa mendonin se John kishte filluar të humte arsye në ditët e fundit. Të tjerë bënin shaka se fermeri i vjetër kishte bërë një lloj të madhe, por Thomas nuk u lëkund nga fjala e dhënë. Dyshemeja pa ditëlindje, festa dhe mbledhje familjare të panumërta. Ajo kërciste nën pemët e krishtlindjeve, mbante mobilierët dhe ishte dëshmitare e heshtur e gëgjimeve dhe vështirësive. Gjatë gjithë kësaj kohe, pyetja mbetej: çfarë bënte këtë dysheme të zakonshme prej druri kaq të veçantë? Michael shpesh e studionte dyshemen në momente të qeta, duke përpjekur të zbulonte sekretin e saj. Por si fëmijë, adoleshent dhe më pas si i ri, ai nuk vuri re asgjë të pazakonshme. Druri duke i krejtësisht i zakonshëm, vetëm më i konsumuar me kohën. Deri në vitin 2020, shtëpia e fermës po tregonte moshën e saj. Çatia kishte nevojë për riparim, dritaret lëshonin erë dhe sistemi i ujësillësit ishte më shumë i arnuar se sa funksional. Por ishte dyshemeja që shqetësonte më shumë Michaelin. Çdo shkep shillte kërcitje të reja
dhe disa drasa kishin filluar të përkuleshin në mënyrë të friksuesme. Thomasi, tashmë në të 70-tat, u detyrua të zhvendosej në një shtëpi kujdesi pas një goditje në tru. Përgjegjësia e fermës ra në belët e Michaelit, së bashku me kostot gjithnjë e rritura për mbajtjen e shtëpisë së vjetër. Vendimi e rëndonte shumë, të investonte para për rinovime apo të shiste pronën që familja e tij kishte punuar për breza. Ndërsa Michael llogariste shpenzimet në vitin 2023, kishte kaluar saktësisht 50 vite prej vdekjes së gjyshit. Periudha misterioze e pritjes kishte përfunduar. A mund të kishte më shumë në kërkesën e gjyshit se sa vetëm sentimentalizëm? Atë mbrëmje, Michael u gjet vetëm në dhomën e ndenjës, duke studiuar dyshemen me sy të rinj. Në dritën që po zbihte, diçka e tërhoqi vëmendjen. Një ndryshim i lehtë në modelin e fibrave të një drase, si nuk e kishte vënë re më parë. Zemra filloi të rrithte fort ndërsa mori veglat nga hambari. Ai ishte gati të zgjidhte një mister 50 vjeçar. Duart i dridheshin, ndërsa futi levaren poshtë skejit të drasës. Druri rezistoi në fillim, po pastaj u çlirua pa pritur me një kristje të fortë. Ajo që pa poshtë ja ndali frymën. Drita elektrikit zbuloi disa thesa të vegjël të beheze, të vendosura me kujdes në një hapësirë të zbrazët. Michael u ol me duart që i dridheshin dhe nxori thesin e parë të behezes. Ishte i rënd. Kur e hapi, monedhat ari u derdhën mbi dysheme dhe shkëlqyen në dritë. Por monedhat nuk ishin vetëm. Mes thesave ndodhej një zarf. Letra ishte zverdhosur me tohën. Ndërsa e lexonte, syt ju mbushën me lot. John Miller ishte shumë më i vizionar se sa e kishin kuptuar. Duke jetuar gjatë depresionit të madh, ai e dinte se si inflacioni mund ta shkatërronte vlerën e paras me kohën. Ai kishte kaluar vite duke kthyer fshehtazi pjesë të fitimeve të fermës në monedha ari. Diun se vlera e tyre do të mbetej e qëndrueshme, ndërsa paraja e zakonshme do ta humte vlerën. Periudha 50 vjeçare e pritjes nuk kishte qenë rastësi. John kishte studiuar modelet ekonomike dhe normat e inflacionit, parashikuar se deri në vitin 2023, koleksioni i modest i monedhave të ari do të ishte shumë fishuar në vlerë. Ai donte të sigurohej se familja e tij do të kishte burime kur do t'ju duheshin më shumë, sidomos për mirëmbajtjen e shtëpisë së vjetër që kishte ndërtuar me aq mund. Kur Michael i çoi monedhat për vlerësim, largpamja e gjyshit u bë e qartë. Ajo që në vitin 1973 ishte një shumë e konsiderueshme, por modeste, ishte shndëruar në një pasuri të vogël. Ishte më se mjaftueshme për të rinovuar shtëpinë dhe për të modernizuar pajisjet e fermës. Thomas i qau kur Michael i tregoi lajmin në shtëpinë e kujdesit. Kujtem aty vërshuan. Ai kujtoi babain e tij që rrinte zgjuar natën duke lexuar gazeta financiare, bisedat që kishte dëgjuar për inflacionin dhe ciklet ekonomike, dhe shikimin serioz në sytë e gjyshit kur i kishte kërkuar të priste 50 vite. Dyshemeja që kërciste dhe inciti kaq shumë diskutime familjare kishte mbrojtur më shumë se arë. Ajo kishte mbrojtur dashurinë, mendësinë dhe vendosmërinë e një gjyshi për të siguruar të ardhmen e familjes së tij. Çfarë do të bënit ju nëse do të zbulonit se gjyshi juaj kishte lënë pas një trashëgimi të kaq të menduar mirë? A do të kishit durim të prisnit 50 vite për të zbuluar sekretin